Nëse ti fëmis ja bën qefin, ja pi energjike, nuk është që kemi bu mirë, përkundrazi në rastin e hidratimit. Përkundrazi që kemi dehidru fëmijën shumë. Është mirë tash çfarë sa mund të kuptu fëmia, mja tregu domet e pijeve energjike. Mja tregu domet të cilat nuk bën pije energjike, me kështu me zavencu me smooth. Smooth, më e marr banane, më e marr fruta të ndryshëm, me shtrydh, me blunder, me bo, me jep pak mjalt, me jep do shtesa të cilat konsiderohen natyrale, të shëndetshme, edhe mja zavencu. Edhe kanë me qenë të shëndetshme, kanë me qenë në shijet mirë, kanë me hidratu fëmin, ka më konë alternativa perfekte për zëvendësimin e pijeve energjike. Po pse mendon që fëmijët kanë kërkesë kaq të madhe për pije energjike? Nuk mendoj që kanë, përkundrazi nuk mendoj që kanë, mirë po. Ndoshta i ofrohet. Ndoshta i ofrohet, edhe ndoshta është më thoni vëllai komercializmi të nëv, më të më ndiku ndoshta kurreshtja, s'ka fëmijë që ndoshta nuk ka konsumu kur. Mirë po kurreshtja tina, me konsumu, me pas fare po ka, mirë po nuk është, mendoj që nuk është mirë mja servu. Mja servu pe fëmijëria atë pije energjike. Largoja. Ai ka morri dikur, deshte ai ka me fillu me pije energjike, largoja është tyje sa më shumë që mundesh. Po. Po sa i përket konsumimit të ushqimeve të skuqura, sa është i rrezikshëm ushqimi i skuqur në këtë kohë? Ushqimet të skuqura, në këtë rast mund të marr patatet e skuqura. Patatet si patatet të mira, janë karbohidrate të mira, mirë po mënyra përgatitjes kur skuqen nuk është e mirë. Ato bën në disa raste edhe vaje nuk ndryshohet që fargohen në mënyra ndryshme edhe kanë yndyrë të tepër, kanë kalori të tepër. Yndyra që posedojnë ato hinë pe pjesë të yndyrave të pashëndetshme, që mujnë nesër mas nesër me kriju në rritje sipër me kriju shumë probleme. Tu fillu pe problemeve kolesteroli rritën, probleme të zemrës, mbi pesha e shumë probleme të tjera. Andaj mënyra përgatitjes në këtë rast patatet të skuqura, ushqimet e tjera të skuqura, është mënyrë gabuar. Nëse ka mënyra alternative tjera të përgatitjes, është shumë më e mirë, ka kalori më pak, është më shëndetshme edhe disa dame i largohen. Po. Kur jemi gjatë stinës së verës, fëmijët pothuajse të gjithë e kanë atë kërkesën e dëshirën e madhe për me konsumu shumë akullore. Qysh mundemi me ja moderu këtë pjesë fëmijëve? Po, ka metoda, ka mënyra shumë të mira, shumë të rregulla çish mund të më bëu. Akullorët si edhe të natë rritur i kena marak, mirë po në këtë rast të fëmija, atër që ka mund të bëu prindi është me bëu zëvendësime alternative të shëndetshme. Qysh mund të me qenë kjo, mujna e marr shembull, më të marr jogurti pa sheqer artificial, më përdor fruta freskus, më të marr banane, mund të me fut dredhza, boranica, me bëu një mix blender, mjalt pak me vendos, pe këtë të në që i përmenda këto të shëndetshme. Janë të mira, fëmija si fëmijë, atë ndjenin, atë urin për akullore ka me shumë e këto, edhe në njëjtën kohë ka me marrë disa nutrient të mirë të cilat në akullore nuk i ka hiç. Ka mi largu, dhe më thënë ato të akullore që ka të qenë. Nuk i merë, mirë po i merë të mira, ka mënyra alternative. Ka mënyra alternative që mund më gjithë. Po kjo për shembull me jogurt, me pak fruta, freskus, pak mjalt është e mirë, nëse nuk teperohet, mund të më kanë alternativë shumë më shëndetshme për kohë të verës se zavendëson akullorën. Po. Tashmë kanë fillu, do me thonë familjet me bo dhe pushime, ditët janë shumë të nxehta. Sa rekomandohet të konsumohet ujë edhe ushqim gjatë kohës kur qëndrojnë në pushime fëmijët? Po tashmë pushime, kur pe marrim nështë kisha me cik mas shumë tim plazh, koha më të madhe në për pushime për shkot për shkak të plazhës. Uji si ujë do të më konë përcjellës, si rritur si fëmija në këtë rast prindi për fëmin, dhe të në pas ujim për cellë, se gjithmonë ka në pas dhe kam jetë fëmis ujë, po dhe për vete. Ujë prapë se prapë po thëvat, si do mos në kohën e plazhës ku bëjt aktivitet, djersitja ka me qenë me madhe. Ma ndej 1 litër dhe 1 litër e gjysmë tash, mirë po kur ka nevojë në ashtaj pak ma shumë ditë në shku të fëmija. Mësë pyet, jepi fëmis ujë. Përsa i përket ushqimeve, ushqimet e detit janë shumë të mira për të rritur.